e mesme Maria Kiri Sklodowska ka shpërfaqur sot kreativitet dhe emocion, duke festuar 28 nëntorin me një sër aktivitete festive dhe kulturore, ku nxënësit prezantuan traditën, historinë dhe emocionin e kësaj dite, nga vallëzimet tradicionale te ekspozitat kreative dhe performancat artistike. Atmosfera në teatrin shqiptar ishte e mbushur me ngjyra, muzikë dhe krenari kombëtare. Ngjarja filloi me himnin, ndërsa nxënësit pushtuan skenën me poezi, drama, monologe, nota muzikore dhe vallëzime. Psikologu i shkollës Blerim Nebiu nënvizoi rëndësinë e kësaj dite dhe tha se kjo festë është më shumë se një datë historike. Është një mundësi për të lidhur traditën me energjinë dhe talentin e të rinjve. Të rëndësishme përmenda në fillim se është festë mbar kombëtare, është e rëndësishme për mësimdhënësit, për nxënësit edhe për prindërit. Është një mesazh që përcillet për të ngritur vetdijen kombëtare, edhe si mesazh që duhet të përcjellësh 29 nëntori nuk është vetëm festë, por është thirrje për unifikim, për bashkim, thirrje shumë e rëndësishme. Ndërkaq, nxënësja Anila Xhaferi, që interpretoi një letër kushtuar nënës, theksoi se pas atij interpretimi fshihen ditë të tëra provash. A pjesë më e veçantë përgjithësi janë kanvallët, se janë diçka që janë përkushtuar shumë tepër profesor. Kena mundu parafërsisht deri 2 javë. Kemi vazhduar për me ushtru për këtë shfaqje, edhe pika më kryesore që mendoj që ka pas emocion më tepër janë kanvallët, se e kanë bërë me çaq dëshirë edhe me shumë vullnet mirë. Kjo ditë sjell disi krenarie edhe gëzimi, në një farë lloj mënyre se sa krenar duhet me kanë për këtë ditë edhe me ja ditë nderin atyre që u fluan për ne me kanë të lirë për këtë datë. Do t'ja shpjegoj në mënyrën duke i treguar fillimisht arsyet se pse kjo datë është e veçantë për neve, edhe njerëzit që vdiqën dhe u flijuan për këtë datë. Do t'i flisja edhe për nderin edhe gjakun që është derdhë, edhe për 28-in edhe për 22 nëntore. Edhe nxënësja Bora Amzaj, e cila dha shfaqje me kitar, theksoi se kjo ditë është shumë e veçantë për shqiptarët. Shumë disi të mirë, më pëlqen kur mblidhemi kështu gjithë shoqëria dhe më vjen mirë që me shkollën kemi bërë diçka. Më pëlqeu unë, gitara, pista im pëlqeu më shumë për gjithave, edhe vallja. Vallja ishte shumë e bukur. Kjo festë afrim, sidomos me vendin, me shoqërinë, sidomos një disi e singroftësi më sjell. Çfarë është 28 nëntori? Festë e shqiptarit, edhe di që s'do i kuptoje nëse i thom thjesht festë e shqiptarit, po do i thoja se 28 nëntori është diçka shumë e shenjtë për shqiptarët, për gjithë kombin e shqiptarisë, është me thënë e bukur shumë. Në këtë manifestim, nxënësit sullën edhe një tekst dramatik, Karikja që nuk flet, ku përmes kësaj ata simbolizuan situatën aktuale në shtet, me premtime të shumta, por realizime të pakta.